ekzistojnë disa pengesa që e pamundësojnë meditimin dhe përjetimin e fjalës së Allahut. Allahu qartas në Kur'an tregon e thotë: "Afala yatadabbaruna al-Quran", a nuk e meditojnë Kur'anin? Pra Allahu derisa përmend termin e meditimit, kjo tregon se Allahu nuk po e mohon faktin që mund ta lexojnë Kur'anin. Sepse nuk ka mundësi të përmendet meditimi pa u përfshirë vetvetiu dhe leximi. Por Allah nuk po thot si nuk e lexojnë Kur'anin, sa atë po e bëjnë shumica, por thot afala yatadabbaruna al-Quran, si nuk e meditojnë Kur'anin. Pra, si ka mundësi që me lexu dikush fjalën e Allahut e mos me medituar atë. Pastaj jep edhe përgjigjen se ku është problemi. Am ala qulubin aqfaluha. Apo në zemrat e tyre ka drinj. Zemrat e tyre kanë të kyqura. Tash lind pyetja, çka mund me kyç zemrën e robit që e lexon fjalën e Allahut, por nuk ndikohet prej saj? Ku është problemi? I marrim argumentet kuranore, sepse Kurani mos viri e shpjegon vetën. Pikërisht. Allahu thot në Kur'an për shembull, kella bel rana ala qulubi ma kanu yaksibun. Thot jo, përkundrazi, ajo që ata kanë vepruar është shkak që zemrat u janë mbuluar. Pra mëkatet. Mëkatet janë ato që e errësojnë zemrën, edhe krijojnë barrikada mes nesh dhe mes fjalës së Allahut. Meditimit në këtë rast. Mund të jetë lexues i vazhdueshëm i Kuranit, por nuk ka fare ndikim tek ai. Nuk lë gjurmë pozitive, është po i njëjti. Mund ta lexoj Kuranin 40 vite me radhë, mund të ketë rrëzuar hatme të shumta, madje edhe i shënon ato, por është i njëjti në fjalor, i njëjti në edukat, i njëjti në qasje ndaj njerëzve, i njëjti në punë, i njëjti në shoqëri. Nuk ka ndryshim. Ndërkaq është e pamundur që fjala e Allahut të depërtojë tek njeriu e të mos e ndryshojë atë pozitivisht. Mos ketë ngritje e përndritje. Është e pamundur. Ase Allahu ka garantuar për një gjë të tillë. Por problemi kryesor është mëkatimi, sepse e errëson zemrën. Për këtë arsye pejgamberi Allahut na ka treguar duke na thënë: "Innal 'abda idha akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Kur robi bën një mëkat, bën një gabim të caktuar, atij i vendoset një pikë e zezë në zemër. Thotë nëse nuk e parandron atë, nëse nuk e parandron me pendim, fe in taba suqila qalbuhu. Thotë nëse pendohet, i pastrohet zemra, pa i rikthehet në gjendjen e pastërtisë që e ka pasur dikur. Përndryshe, nëse nuk e bën një gjë të tillë, thotë ajo i errësohet krejtësisht. Një pikë bëhen 2 derisa errësohet zemra në kuptimin pra metafizik, errësohet krejtësisht, ngurcohet dhe më nuk i bën bëhet ajo zemra e mbyllur. Nuk i bën më përshtypje as fjala e Allahut. Prandaj ne sot hasim në njerëz që u flet me ajete dhe i këshillon, i thua, ki frikë Allahun, ky është krim, Allahu ka thënë kështu, e ashtu, ai nuk ndikohet fare pe kësaj fjale. Ndonse e din që je duke fol me argumente kuranore, pastaj edhe me ato pejgamberike, por nuk i bën përshtypje. Pse? Për shkak se i është errësuar zemra me mëkate. Dhe nuk është i vetëdijshëm për këtë. Kjo është pengesa e parë.